Dimri Potroket në Pej dhe Majlinda Kelmendi bashkë me sportistët e tjerë të judos duhet të përgatiten psikologjikisht dhe fizikisht për të ushtruar në temperatura nën zero. Unë jam kampione 2 fishtë botërore, mirë po vendi ku unë ushtroj tash dimrit është ndoshta -10 gradë, -15 gradë, edhe është shumë jo në rregull. Edhe realisht vjen turp më tregu garusave që janë të nivelit tem vendi ku unë ushtroj qysh është ose kushtet në cilat unë ushtroj. Dije që ushtrojnë kampionat botëror ose sportistat që janë më të mirë në botë. E unë vinë me ngjes këto, jo me ngjes, ndoshta në bazite me çarapat leshta me ushtru, me vesh duks, me vesh kimonen, i ki 5 kg tesha dhe duhesh me ushtru, ajo nuk është as pak në rregull. Mirë po njerëzve nuk po ju bjen mend për këto aspekt. Majlinda Kelmendi, kampione e botës në judo, është e zhgënjur me trajtimin institucional që po i bët klubit të judos IPON nga komuna e Pejës, duke marrë 0 mbështetje financiare këtë vit. Ajo tregon se kur ka udhëtuar në vende të ndryshme, ka parë se garuesit e nivelit të saj kanë pasur trajtim shumë të mirë, ndërsa mendon se në ndonjë qytet tjetër ajo do të ishte çmuar më shumë. Edhe kampionja tjetër Nora Gjakova, e cila solli medalje olimpike nga lojrat europiane olimpike në Baku, nuk është e kënaqur me trajtimin që po i bëhet klubit të judos në qytetin e saj. Nuk po kërkojmë ndoshta me na përkra për garat ndryshme, sepse ato po i përkra ministria, mirë po kemi nevoja tjera. Ne po ushtrojmë me një sallë, po ushtrojmë me një sallë private, ku kushtet kryesore apo minimale na mungojnë, nuk kemi ngrohje dhe kjo mjaft domethënë e vështirëson procesin e stërvitjes, sepse në momentin që duhet marrë me ushtru neve na nevojit ndoshta gjysore, një orë marrë vetëm me bën nxemjet para treningut. Trajneri Driton Kuka thot se për vitin 2015 nuk ka pasur as pak transparencë për mjetet që janë ndarë për sportin nga komuna e Pejës. Një qytet i cili ka prodhu kampione botërore, një qytet i cili e ka shpëtu ftyrën e shtetit Kosovës si vjet në lojrat olimpike evropiane në Baku, e pjesë të cilit klub janë, do të thotë, dyjat klubit judos IPON, si vjet nuk e kanë asnjë cent në konton e klubit. Kuka, i cili paguan shpenzime bazë dhe taksa për klubin që është jo fitimprurës, tregon se ka pasur edhe një takim me kryetarin e komunës Gazmend Muhaxheri dhe stafin e tij. E jemi dakordu që shuma e vitit kaluar që është ndarë për klubin ton ka qenë 10.500 euro. Këtë vit kjo tjetë përgjys më e vogël, edhe unë kom pranu për arsye se është arsyetu se kanë probleme në buxhet edhe në rregull. Mirë po as ato deri tash skandal. Faktikisht viti po shkon, aktivitetet po ndalen. Trajneri thot se përkrahja nga Ministria e Kulturës për kampionët nuk po mungon, por e ka hallin e klubit i cili sipas tij nuk po përkrahet nga pushteti lokal. Që Majlinda, Nora, Distria, unë, ekipi olimpik ta regjistrojnë ndoshta klubin në ndonjë komunë tjetër, pikrisht për shkak të protestës ndaj politikës që është tue u bë karshi klubit tonë. Durim Sheremeti, shef i kabinetit në zyrën e kryetarit Gazmend Muhaxheri, thot se pakënaqësia për sasinë e mjeteve është valide, por sipas tij paratë destinuara për sport janë ndarë në proporcion në bazë të rekomandimeve të drejtorisë. Në mungesë të mjeteve, komuna Pejës, e cila ka qenë në vështirësi këto muaj, kemi shtyrë pagesat e këtyne, por shumë shpejt do të transferohen. Engelbert Zefaj, drejtori në drejtorim për kulturë, rini dhe sport në komunën e Pejës, thot se janë ndarë 5.000 euro për klubin. Por ai thot se paratë që nuk janë derdhur në xhirollogari mbesin si borxhe që duhet të paguhen për klubin IPON, ndërsa thot se drejtoria e tij ka mungesë të buxhetit. Për paralajmërimin e Kukës se kampionët do largohen nga Peja, Zefaj ngriti supet. To janë qëndrimet e zotit Kuka, nuk është e drejtë civile, drejtë njerëzore që të ndroj vendbanim. Ne nuk na vjen mirë. Gjithsesi, kudo që të shkon Majlinda Kelmendi dhe Driton Kuka, ata do t'jenë pejan. Por në qoftë se ndryshojnë komunën, unë i garantoj edhe zotit Kuka, edhe Majlindës edhe gjithëve që nuk do të gjejnë një komunë që do t'i ofroj ku me ditë se sa kushte më të mira se sa Peja. Komuna vëren se këtë vit ka dhënë 1.000 euro për Majlinda Kelmendi dhe nga 500 për Nora Gjakovën dhe Distria Krasniqin. Këto pagesa janë individuale për sportistët dhe jo për klubin.